Përshëndetje të gjithëve të pranishme që keni nderuar dhe keni ardhur me marrë pjesë sot këto në këtë aktivitet. Respektivisht përshëndes Don Fran Sopin si një frymëzues dhe shpërndarës i dashurisë hyjnore, nënën Stanën, nënën e UÇK-s dhe djemtë e saj, Fatmir Gashi, Filip Gashi, Viktor Gashi, ushtarët e UÇK-s. E përshëndes Ismet Sulejmanin, një nga komandantët e gjësive luftarake të UÇK-s. Përshëndes komandantin e UÇK-s Ejop Gashi, komandantin e UÇK-s Naser Ahmeti, organizatën e veteranëve Pashtriku, komandantin Selajdin Gashi. E përshëndes doktor Niazi, doktor Enverin, profesor doktor Visarin, të cilët kanë bërë shumë për komunitetin tonë. Meshtarët e Kishës Katolike të Kosovës, të pranishëm këto sot. Një përshëndetje veçantë dhe ngrohtë shkon për gjithë ligjëruesit tanë të pranishëm në këtë aktivitet, të cilëve u them me shumë bindje se për ne do të jetë kënaqësi, shkollë dhe mësim që të dëgjojmë gjithë sa do të ndani me ne sot këtu. Ashtu si që jemi njoftuar përmes ftesës që i është dërguar, sot do të bëjmë një ripromovim të librit të titulluar Don Fran Sopi, frymëzues dhe shpërndarës i dashurisë hyjnore. E përshëndes organizatën e veteranëve të luftës të ushtrisë kombëtare të Kosovës nga dega BT me kryetarin e degës, zotin Idris Çunin. Mirë se keni ardhur. Autori i librit është Lek Mriaj, rreth vlerave dhe mesazheve që përcjell ky libër, të cilin po shihni këto dhe për të cilin keni dhurat ta merrni pas ligjëratave falas. Referojnë doktor Ljosh Gjergji, Don Viktor Sopi, famulitari i Binqës, Wilson Culaj, Lek Mriaj në cilësinë e autorit të veprës dhe figura kryesore e veprës i nderuari Fran Sopi. Por edhe Ismet Sulejmani e ka fjalën sot. Mirë se keni ardhur. Gjithashtu sot sikur se jemi njoftuar, do të nderojmë e falenderojmë me mirënjohje dhe nënën Stana, këtë heroin të viteve të luftës qëllimtare të UÇK-s dhe zotin Josip Files, ushtar i UÇK-s Kosovës, i cili është nga fshati im, pra nga Binqa. Në shenjtjen mirënjohje dhe falenderimi për të nderimit Don Fran Sopin dhe për nënën e çmuar të luftës, nënën Stana, dhe për Josip Files, në këtë aktivitet ne do t'ju dhurojmë atyre edhe medaljen e mirënjohjes, certifikatën e mirënjohjes për gjithë kontributin e trashëguar prej tyre. Por, me që jemi mbledhur për të mirë, le të rezervojmë një urim të veçantë e të sinqertë edhe për vëllezërit tanë shqiptar të besimit islam që sot me 30 mars kanë festën e Bajramit të Madh. E kalofshin bukur këtë ditë feste kudo që jetojnë në për tjera trujet tona etnike shqiptare në përbot, dhe Zoti jo prandoft agjërimin e mbajtur. Siç është në tradita e shqiptarit, në çdo festë tonën, qoftë Pashk apo Bajram, ne festojmë të gjitha së bashku në harmoni dhe në respekt të njëri tjetrit, e gjithashtu në respekt të amanetit të kolosit të shqiptarës Gjergj Fishtës, që duke pa thënë, vërtet ne kemi Bajram e Pashk
por Shqipërinë e kemi bashkë. Gëzuar pra festën e Bajramit të Madh dhe Bajram e Pashkë e festohemi gjithmonë bashkë. E përshëndes gjithashtu edhe drejtuesin e moderatorin e programit të sotëm të këtij aktiviteti kulturor, promovues dhe dekorues, zotin Nue Gega, duke ruajtur ndër drejtimin sa më të mbarë. E ka fjalën Nue Gega. Të nderuara zonja dhe zotri, mirë se keni ardhur. Vllazën e motra, ju përshëndes përzemërsisht në këtë takim tonë të përbashkët. Shpresoj të kalojnë një mbrëmje sa më të mirë. Dhe tani po vazhdojmë me prezantimin të përmbledhur me referuesit pjesëmarrës në këtë aktivitet promovues dhe nderues. Sot jemi të nderuar që të kemi mes nesh disa nga personalitetet më të spikatura dhe me kontributet të larta si për jetën kishtare, ashtu edhe për jetën komunitare. Ata do të ndajnë me ne disa mendime dhe vlerësime, por edhe mesazhe të cilat na forcojnë dhe na inkurajojnë të gjithëve që jemi mbledhur bashkë këtu sot. Prandaj më lejoni që t'ju prezantoj me pak fjalë modeste, por të vërteta, se i cilin prej tyre, duke i falenderuar që janë këtu sot. Ata kanë ndarë nga koha e tyre për të qenë me ne sot, e për këtë arsye u shprehim mirënjohjen tonë të thellë. Referuesi ynë i parë është i nderuari Don Lush Gjergji. Don Lushi ka shërbyer si famullitar në Binq nga viti 1993 deri në vitin 2006. Gjatë gjithë kohës që jetoi, punoi dhe shërbeu në këtë famulli, ai fitoi me veprat e tija plot dashuri zemrat e të gjithë besimtarve dhe respektin e të gjithë komunitetit. Ai i ka jetuar intensivisht të njën klasike që thuhet shpesh mes nesh se nëse je famullitar, mbetesh për herë famullitar. E falenderojmë që është sot këtu me ne dhe tani po e japim fjalën me qëllim që si redaktori i librit të Lek Mrijës titulluar Dom Fran Sopi, frymëzues dhe shpërndarës i dashurisë hynore, të ndaj me ne mbresat, mendimet, vlerësimet dhe mesazhet më të bukura që lidhen me këtë vepër të mrekullueshme. E ftoj pra Don Lush Gjergjin që të marrë fjalën. Përshëndetje për të gjithë ju në mënyrë të posaçme për Don Franën dhe për autorin e librit Lek Mrijaj. Unë kisha pas dëshirë më tepër të flas për personin, por është kërkuar prej meje që të flas për librin. Prandaj do të përqendrohem kryesisht në këtë libër apo botim, i cili është përgatitur dhe është pjesë e shkrimeve me rastin e 50 vjetorit të meshtarisë të vllaut ton mbështar, Don Fran Sopit, që e ka festuar vitin e kaluar, pra në vitin 2024. Ky libër, apo ky botim, ka 5 kapituj dhe përmban 500 faqe, pra 3 pesqe. Është 500 i parë, në rend të parë për 50 vjetorin, 500 i dytë për 500 faqet dhe 500 i tretë jeni gjithë ju pjesëmarrës të kësaj ngjarje dhe të kësaj periudhe, e cila është në shërbim të Zotit dhe në shërbim të popullit tonë shqiptar. Pa kontributin e klerit tonë në histori, ne do të ishim shumë të varfër, ndoshta një popull anonim, mos të them i mjerë, pa histori, tradit, kultur, pa fe, dhe tashmë dihet se atë dhe dashuria është një ndër virtytet kryesore të klerit tonë. Shkas për këtë libër, për pos 50 vjetorit të meshtarisë të Don Fran Sopit,
është edhe ndërtimi i dy kishave Zoja e Këshillit Mirë në Klinë, të cilin e ka pregaditur, e ka udhëhequr dhe fatbarësisht edhe e ka përfunduar, dhe të ngriturit e Zojës në qiell në Dobërdol, në kushte, do të thoja pa kushte, me vështirësi dhe pengesa pothuajse të pakalueshme. Edhe pse domfrani ynë me frymëzim dhe me përkushtim, me fe dhe me dashuri, kur nuk është lodhur, nuk është mërzitur, edhe ma pak është dëshpëruar, por gjithmonë ka besuar, ka shpresuar, e mbi të gjitha me fe dhe me dashuri ka vepruar për Zotin, për kishën në popullin ton dhe për mbar njerëzimin. Përpërsia tjetër e këtij botimi janë edhe përkthimet e Loretës Mriaj në gjuhën anglishte dhe gjermanishte për të komunikuar me botën jo shqiptare, sidomos miqtë e tanë në Kosovë, por edhe gjetiu. Kapitulli i parë i ka 95 faqe. Historiku i kushtuar martirëve të Karadakut dhe pinjojve të tyre, ku në mënyrë përmbledhëse dhe thelbësore parashtrohet e kaluara jonë, rrënjët tona, familja e madhe Sopi, historia e martirëve tanë, sigur themel i së tashmës dhe i të ardhmës sonë. Po ashtu aty gjejmë edhe historinë e jetës dhe shërbimit meshtarak Don Fransopit në vende dhe kohë të ndryshme deri me sot. Në kapitullin e 2, 59-146 faqe, i kushtohet kryekput jetës, shkollimit, meshtarisë dhe misionit të veprimtarit ton Don Fransopit, protagonist të kësaj monografie, të cilën unë e quaj enciklopedi, sepse në te gjejmë shumë njohuri dhe elemente jo vetëm për Don Franin, por edhe për kohën, për vendet, për veprimtarit e ndryshme që i kishte ndërmarrë gjithmonë, i ftuar dhe i dërguar, i frymëzuar dhe i motivuar në nerë e lavë të Zotit, në dobi dhe të mirë të popullit. Kapitulli 3 ka prej faqës 147 deri në faqën 324, gjejnë emra të ndryshme të klerikëve, të lartë dhe të rëndomt, të intelektualëve, të shkrimtarëve, të gazetarëve, të dëshmitarëve të devotshëm, të cilët nga këndvështrimet e lloj-llojshme ndriçojnë, vlerësojnë, peshojnë veprimtarinë e Don Fransopit në një mënyrë të kishës katolike ndër ne, pra para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës, me flijime dhe heroizëm që i ka hije kishës dhe popullit tonë. Ndoshta, si pas mendimit dhe vlerësimit tim, ky është një kapitull mozaik i jetës dhe i veprimtarisë së Don Franit, i kishës katolike në popullin shqiptar dhe i shumë njerëzve të shuar dhe të dalluar që na kanë mundësuar mbi jetesën tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkinë Evropiane, me miq dhe dashamirë tanë. Këtu përmenden edhe 3 lëvizje të mëdhaja të cilat s'do t'i harrojmë kurrë: shoqata humanitare bamirëse e Kosovës Nana Tereze, pajtimet e gjaçeve, sistemi paralel shkollor dhe arsimor dhe shëndetësia. Pa këto 3 ngjarje, ne nuk e di se ku do të ishim, a do të ishim sot këtu apo dikun tjetër. Kapitulli 4 është kryekput jubileu 50 vjetori i meshtarisë Don Fransopit, një lloj kronike dhe përshkrimi i ngjarjeve që kemi festuar dhe përjetuar bashkërisht. Ndërsa kapitulli 5, 361-492 është një album
me fotografi nga jeta dhe veprimtaria shpirtërore dhe kulturore e Don Fransopit. Fotografi ka mjaft dhe janë të ndryshme, por cilësia e tyre shpeshher është e dobët, shkaku i kohës, i pajisjeve fotografike të atëhershme, gjë që nuk duhet nënçmuar apo zhvlerësuar, sepse fotografia flet, fotografia shkruan, fotografia është dëshmi e kohës dhe ngjarjeve që na bën edhe ne pjesëmarrës të gjithë kësaj. Dhe si përfundim, vlerësimi im i kësaj vepre kryekput është pozitiv dhe konstruktiv, sepse vllajin meshtar Don Fransopin nëpërmes tij kishën dhe popullin shqiptar e parashtron në Golgotën e jetës, në një luftë vërtet jetësore, si ajo mes Davidit dhe Goliatit, apo siç do të thoshte Shakespeare-i, të jesh apo mos të jesh. Shumë penda, mend dhe zemra gërshetohen në këtë libër dhe në këtë enciklopedi, pa dallim dhe përjashtim të vendeve, të viseve, të përkatësive fetare, të bindjeve apo orientimeve jetësore. Prandaj, nga zemra urim lekmëriajt si dhe gjithë bashkëpunëtorëve për këtë risi dhe deri diku edhe mrekulli për kohën dhe ngjarjet tona. Don Fransopit shëndet me shumë hire dhe bekime, ndërsa gjithë juve miq dhe dashamirë, vëllezër dhe motra, njerëz të vullnetit dhe të zemrës së mirë, paçi gjithmonë mirësi, vllazëri, mbi të gjitha lamturi e gëzime dhe festime të përbashka. Mos të harrojmë thenjën e vjetër per crucem ad lucem, nëpërmes kryqit vim deri te drita, deri te fitoria. Faleminderit. Falenderojmë Don Lushin për këtë fjalë të bukura që na i drejtoi. Dhe tani referuesi i radhës është i nderuari Don Viktor Sopi. Ai njihet për homilitë e tij të frymëzuara, por edhe për aftësitë e tij të mrekullueshme të komunikimit me njerëz të gjitha moshave dhe prejardhjeve. I jemi mirënjohës që na ka nderuar duke qenë i pranishëm këtu sot mes nesh dhe pa humbur kohë po ja japim fjalën, duke eftuar që të ndajmë me ne disa nga mesazhet më emocionale për martet e Karadakut, si dhe për prejardhjen e Don Fransopit, i cili gjithashtu vjen nga një familje martire. Pra, e ftojmë Don Viktor Sopit të merr fjalën. Shumë të nderuar audiencë, posaçë ju miqet e Don Franës, që jeni nga Klina. Më lejoni sepse famulitari në fillim i ka përshëndet pothuajse të gjithë, por unë dua në mënyrë të veçantë të përgëzoj për punën e librit që ka bë Lek Mriaj dhe moderatorin që ishte i veçantë në moderim në Klinë para pak ditësh të librit i cili edhe sot në ka bashkuar. Kjo kish ku jeni ju dhe unë sot ku po flas, që nga fëminia ku marr pjesë si gjakon, ministrant, seminarist, teolog, meshtar, dhe ditët e para të meshtarijës, këtu i kam fillue me të dashtunin Don Nue Gjergji. Dhe isha edhe në studime, por studim më i mirë ishte provoja, dashuria e tij ndaj punës që e fillosha si meshtar.
Sot duhet të flasë si pas famulitarit tonë të dashtën Don Frok Zefi Sopi, bi martiret. Ju i shifni këto frestër, që i ka ba një piktor i njohtur i anës tonë në udhëhecjen e Don Nue Gjergjit. Kjo mas mirë pasqyron jetën e martirëve, por jeta e martirëve nuk ka qenë një periudhë e cila ka folë me jetën e tyre atyre që ishin e atë kohë. Por ata kanë lënë një mesazh të fuqishëm dhe kujtesa historike për ta është mesazhi më i mirë që ne e realizojmë në jetën tonë. Sepse sakrificën e tyre nuk e ka kuptimsue fakti si fakt. Robria otomane, përndjekjet, tjetërsimi, hjekja dorë prej identitetit, kulturës, si pjesë evropiane, por sakrificën e tyre e ka kuptimsue ideali, shkaku, qëllimi, jo si fakt. Sepse mundet jeta të hargjohet në shumë mënyra, por ai hargjim arsyetohet vetëm kur bëhet për një ideal, i cili nuk konzumohet dhe nuk e përbin toka e koka. Këta janë të partë e tonë. Nimi, më lejoni të dashtun besimtar, vlezër e motra, ju që jeni këtu, kur e kimi kalan e binqës para këtu, në duket ne që jemi rrit këtu, diçka e veçantë. Sa ma largë saj, në duket ma e vogël. Sa ma largë. Dhe karakteristike këti vendit janë familje tona të para, që sot është i numër i vogël që janë rezident, që mund të bësh me ta një projekt, sepse jënë të shpërndam anë e këndë botës. E kalaja, Karadaku ynë, dëshmia e martirëve ka një herë zbet, e harrot, krejt shkak, kajtjes, etjes, për t'i pëlqyer momentit e për të përfituar ndonjë privilegj të kohës. E ky nuk o mesazh i martirëve. Mesazhi i martirëve, jeta deri në sakrificë e tyre është t'jeni stoik në kultivimin e identitetit. T'jeni të pathyeshëm, të pandalshëm në dëshmi të jetës e tyre. Kështu ka qenë me 1938, kur ka lind Marku i vogël, biri i martirëve, i cili si 16 vjeçar lidhet dur e kamsh, torturohet drejt Anadolit, me prindrit e vetë, gjyshet, miqet, dhe drejt shkretira otomane, për ta friksuar grigjen kristiane, shqiptare në këto vise. Vlezër, nuk është rasisht 100 vjet mrapa Markut 1838 me 1938 lind dhe pagzohet në këtë kishë e cila ka qenë këtu, në këtë aborë, si shtëpi private në familje tona. Sopi është pagzue Mark Sopi i peshvi, i kokëve, para luftës, mas luftës, si që e quajmë i peshvi i Kongresit Amerikan, i cili thot jemi vlezër, shqiptar, të fuqishmit në ndanë. Ata në grabitën tokan, por jo shpirtin, jo guximin, se jemi pjesë e botës civilizuese evropiane. Kjo është jeta e martirëve, të cilët nashta është koincidencë, edhe kjo kish e gurit e cila do të flet me shekuj për prezencën kristiane martirëve në këto vise,
për heroizmin e shqiptarëve të pambrojtur e të papërkrakur nga ideologjinat e ndryshme të kohës dhe fal krejt jetës e martirëve na jemi sot. Se është pikpyetje, a kishim me qenë edhe këta që jemi. Dhe Kisha Katolike kur nuk ka hjek dorë prej gjenezës, thelbit, kombëtar. Jemi shqiptar që nga jeta e apostujve, kur Shën Pali shkruan në vizit Ilirikumit, për hapa lajmin e gzushëm dhe i krijova bashkësitë e para. Pra martirët presin, miqtë e dashur, nga intelektualet që ta bëjnë punën e vetë, nga besimtarët që të janë dëshmi e kohës për atme e fe, nga përgjegjësit politik që mos t'i mbizotroj kajtja e etja për tokën, por për qiellin, për diçka që nuk zhduket, për dëshmien çfarë ban me mija e mija dëshmor anë kënd trojeve etnike shqiptare, për të ruajtur identitetin, kulturën, për të ruajtur në vetveti atë etje që jemi pjesë e botës ma përparimtare. Prandaj, sot në këtë ditë e përgëzoj Don Franën, i cili po ashtu është pjesë e familjes e martirëve dhe siç u cek dhe më para jeta e tij në shërbim, që në letër e vuri besimtari, shkrimtari i devotshëm Zotëri Lek Mriaj, do të jetë një testament, fjala e shkruar, si që e tha edhe Don Lushi, fotografia e publikuar, herë do kur do të fletë ma shumë se 1000 fjalë. Famullia jonë, kjo bashkësi që i prinë Don Frok Zefi Sopi, është mirë njoks për prezencën e juve, të dashtun intelektual, ju që kini pozitat ndryshme, në famullien e Zojës Këshillit Mirë, ndihuni si ndërvlezër, sepse edhe sytë ton i tërë Karadakut, shpresën më të madhe ka të vlezrit ton anëkant ka i kimi, që aktivitetet tila të bëhan bashk, e të kanë një qëllim, e të kanë një etje që tjetë në shërbim të identitetit ton shumë shekullor, që brezi ri të ketë trasuar nga dëshmia jonë, orientimin e tyre, përgatitin e tyre, për të bërë e për të dhenë, ma të mirën për here kur i nevojitet popullit ton që po frymëzon e po orientohet në liri, ditë për ditë kaq e mira që i gëzojmë martirët e dëshmorët tonë. Pra, urime Don Fran, promovimin e librit i cili flet për jetën tënde, të paqim me jetë, sa malet, sa dëshmia, sa dashuria e martirëve tonë. Rnofsh sa malet. Falenderojmë Don Viktor Sopin për fjalët e mira që na i drejtoi dhe referuesi tjetër në radhë është tani Don Frok Zefi. Don Froku është famuljetari aktual i famuljes së Binqës, atij është besuar grigja e Krishtit e kësaj famulje nga shtatori i vitit 2023 dhe ai është shumë falënderues për këtë. Don Froku përpiqet që në çdo ditë të shërbesës së tij të jetë një frymëzues dhe shpërndarës i dashurisë hyjnore, duke ndjekur kështu shembullin e të pranishmeve Don Fran Sopit, Don Lush Gjergjit dhe Don Viktor Sopit. Pra fjalën e ka Don Frok Zefi. Spari për përshëndes kryetarin e shoqatës veteranëve të dëshmorëve, Gjevdet Ajbazi, mirë se keni ardhur.
Lekmëriaj, me lejoni që së pari t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj që sot jeni këto në Binjë, në kishën është ndodhur pajtori të famuljes sonë. Ne shqiptarë themi shtëpia është e Zotit dhe e mikut, prandaj mirë se keni ardhur në shtëpinë tuaj. Mirë se keni ardhur të gjithë jo në këtë shtëpinë tuaj. Lekmëria e takova me rastin e ngritjes së përmendorës së im Zot Mark Sopit në Binjë me 1 gusht të vitit 2024, si dhe me rastin e 50 vjetorit të meshtarijes së Dom Frans Sopit me 4 gusht të vitit 2024. Në të dyja këto takime me Zotin, Lekmëria i vura re për shkrimet e manifestimeve të këtyre dy ngjarjeve dhe kuptova se ajo është jo vetëm një gazetar i talentuar, por edhe një shkrimtar i dalluar, një historian i çmuar, si dhe një figurë e rëndësishme jetës kulturore dhe intelektuale të Kosovës. Duke respektuar si gazetar, si shkrimtar, si poet dhe si historian, pranova ta shkruaj recenzionin mbi librin e tij të mrekullueshëm, titulluar Dom Frans Sopi, frymëzues dhe shpërndarës i dashurisë hyjnore, një monografi në kuadër të 50 vjetorit të meshtarisë jubileut të artë të Dom Frans Sopit. Autori Lekmëria është një përfaqësues i spikator i kulturës shqiptare dhe i veprimtarisë krishtere katolike, duke kontribuar në mënyrë të veçantë në ndriçimin e historisë dhe kulturës shqiptare të Kosovës. Gjithashtu dua të përshëndes dhe të falenderoj edhe bashkë vllaun tim Dom Frans Sopin, i cili ma mundsoi që edhe unë të jam krenar si famuljitar i tij i pranishëm këto mes jush. Dom Frans Sopi ka lindur në Binjë nga prindërit të devotshëm, të përshpirtshëm të Dede Alfe Sopi. Ai rrien nga një familje me vlera të larta fetare e kombëtare, nga një familje martire për fe e adhërhe. Qysh në moshën të njom, ai ndjejo thirrjen e Zotit për të bërë meshtar dhe këtë thirrje ndoqi, e zbatoi, e jetoi dhe e shërbei në përkushtim për disa dekada në lugun e Drinit. Fillimi i jetës së tij meshtarake daton larg në kohë pikërisht në vitin 1974. Ishin kushte jo të volitshme. E nisi veprimtarinë e tij meshtarake fillimisht si ndikës famuljitar dhe më pas si një famuljitar, por pa një godin kishtare, pa një banes, pa meshtar të tjerë, pa lektor, pa literatur e pa një makinë për të kryer shërbese mbaritore. Dom Frana, përveç shërbesës kishtare, ka dhënë dhe një kontribut të çmuar në fusha letërsisë kulturës dhe kulturës shqiptare. Ai ka përkthyer libra liturgjike nga kroatishtja, gjermanishtja e italishta, të cilët më vonë i ka përdorur për katekizëm e për mësim feje, me kalimin e kohës dhe kontributet të çmuar të ndërtimit e kishave, po për formizimin e komunitetit e krishter katolik, themeloj famuljen e klinës dhe predikoj pa pushim ungjillin e Krishtit. Jeta e Dom Frans Sopit është një fakt, jeta e një martiri i cili nuk derdhi gjak, por duroi vite e ti të jetës për të mirën e të gjithëve. Ai nuk derdhi gjak, por e derdhi gjakun e herojve tanë që u derdh për lirinë e këtij vendi, e gjithashtu bo durus i dashurisë shënore për të gjithë, si e vetmja mënyrë për të shiroj plak të shpirtit të njerëzve tanë. Për nevojat e popullit që ishte besuar këtij meshtarit të zellshëm në Klin, ai nisi ndërtimin e kishës së Zojes së Këshillit të Mirë.
Gjithmonë kishte vizionin, besimin dhe sigurimin se Shqipëria komuniste një ditë do të ndryshonte drejtimin dhe atje përsëri do të rikthehej liria e fesë për besimtarët e ringjallur shqiptar në Shqipëri, por edhe Kosova vuante nën pushtimin komunist. Edhe këto klerit besimtarët kishin pengesa nga pushteti. Në atë periudhë mbi Don Franën u hodhën akuzat e tmerrshme, sipas të cilave ai dëshironte që të ndërtonte jo shtëpinë e Zotit, por një qendër të nacionalizmes shqiptare. Po Don Frani nuk u tremb asnjëherë. Për nevojat e kishës sillet asaj me tulla, ashtu edhe asaj me njerëz, doli 38 herë para gjyqit në Beograd dhe 54 herë në gjyq në Klinë. Luftoi deri në fund dhe ja doli që të ndërtonte kishën e Klinës me 2 komunare, e cila sot është më e madhja dhe më e bukura në Kosovë. Dita e inaugurimit apo dita shëgurimit të kishës së Klinës ishte, siç e thot shpesh Don Fran Sopi, një ditë e madhe, një ditë gëzimi e kareje, një ditë lumturie, një ditë lutje, dashurie dhe përkushtimi. Atëre kuptova se i gjithë mundi im, e gjithë djersa dhe sakrificat e mia të shumta ja kishin vlerë. Libri i titulluar Don Fran Sopi, frymëzues dhe shpërndarës i dashurisë hinore, i lekmëriait, të cilin po e promovojmë sot, është, siç e kam shprehur edhe në recenzionin tim, është një vepër plot kuptim e domethënie, pasi eksploron jo vetëm jetën, por edhe ndikimin e Don Fran Sopit në jetën e çdo shqiptari besimtar, dhe jo vetëm që ka qenë dhe vazhdon të jetë pjesë e komunitetit krishter katolik në Kosovë, duke përcjell kështu një shembull frymëzimi për brezat e ri. Ndërsa kalojmë nga një kapitull i librit për tek tjetrin, në natyrisht bëhemi pjesë e jetës së njeriut dhe deri diku me sytë e mendjes e të zemrës udhtojmë së bashku në vite kohë të shkruar të cilat sjellin mesazhe të forta dhe mjaft pozitive për kokën në për të cila po jetojmë. Don Fran, më lejo të them këto, se jeta që ke jetuar ka qenë mbretërëse, dhe kur e them, unë e besoj këtë. Ke jetuar një jetë të bukur dhe Zoti është tërësisht i kënaqur me çdo ditë që e ke kushtuar atij në shërbesën tënde. Ti me të vërtet ke qenë një frymëzues dhe shpërndarës i dashurisë hinore mes nesh, dhe ne të gjithë të jemi mirënjohës për gjithmonë. Ky libër, me të gjitha kapitujt e nën kapitujt e tij, me gjithë galerinë e pasur, fotografiket e tij, kërkon të përcjell tek ne mesazhin e shenjtë, por plot kuptim të personazhit e kryesor të saj, i si në çdo faqe të shkruar të veprës duke sigur se na thot: unë isha këtu, unë jetova, unë punova, unë shërbeva, unë isha këtu, i nisa jetën një lloj si vetë Krishti, në një familje i vogël, i pafajshëm, e i pambrojtur, pastaj ngadalë u rrita, njëjtë si ai, e kur e kuptova se dukej të shërbej, lash pas një lloj si Pietri jetën e botë, për të jetuar një jetë më të bukur, jetën jetuar në Zot, dhe nuk u pendova kurrë për mënyrën se si jetova e si vazhdoj të jetoj. E pikrisht sepse ky libër përcjell emocione kaq të bukura e mesazhe kaq mbretëlionse, unë jam shumë i lumtur që më dha sot privilegji të them fjalën time ashtu siç më erdhin në zemër
me shpresë dhe me besim të sinqert se pasi ta lexoni edhe jo do të ndikeni një lloj si unë. Me këtë rast e falenderoj shumë edhe autorin e veprës, Zot Lek Mriaj, për punën e shkëlqyer që ka bërë, si dhe Dom Frans Sopin për jetën e bukur që ka jetuar e që tashmë pua lesi trashëgimi brezave tanë të ri. Më lejoni ndëgjues të nderuar edhe dy fjalë. Çdo kohë ka heronjt dhe heroinat e veta. Dhe me kokën tonë nuk mund të jetë ndryshe. Ne të gjithë e dim se lufta për liri kërkon njerëz të veprave të sakrificave vetmohuese. Ne të gjithë e dim se për kauza të mëdha nevojiten edhe njerëz të mëdhenj, të cilët shpesh janë njerëz më të zakonshëm e më të thjesht të shoqëria sot. Historia dëshmon se kjo botë është formuese nga të zakonshmit, nga të përullurit, nga ata që punojnë shumë e me përkushtim për të mirën e shoqërisë ku jetojnë dhe njëjta kanë ndodhur edhe me ne shqiptarët, të mirët mes nesh janë nga më të zakonshmit, të cilët në kohë sfidash të mëdha e shpalosin dhe thjeshtësi gjithë madhërinë e mirësisë së tyre, e tilla është edhe Korina jon Stana Gashi, apo Nëna Stan, si që njohin të gjithë, e që u bë nëna dashuri e dashur e djemve të UÇK-s, që luftuan e që shumë prej tyre edhe fliuan për lirinë tonë. Nëna Stan është një martire e gjallë e kokave tonë, e kokave tona plot sfida, e plot përpjekje për të jetuar të gjitha të lirë në trojet tona. Me 16 janar të këtij viti ishte një ditë e veçantë për mua, pasi pata mundësinë që të shijoj për herë të parë një film dokumentar mbi jetën dhe veprën sakrifikuese të nënës Stana gjatë viteve të luftës. Ishte një dokumentar i realizuar nga Akademia Gjilanit në ndedhen e lavdit të nënës Stanës, e cila është një bij e nderuar e familjes së Peshterit dhe familjes Gashi, njëkohësisht edhe një besimtare devotshme e krishterë katolike. Gjatë kohës së luftës ajo gatoi 4500 dreka, gatoi 4500 darka për djemtarët që ishin ushtarë të UÇK-s. Ajo lau mbi 2000 uniformat e ushtrisë lëndimtare të Kosovës. Ajo u shërbeu, u kujdes dhe i shëroi të plagosurit tanë në kohë të luftës. E sot, me kryqin në qafë, ajo dëshmon me vepra besimin e saj të krishter katolik si një shqiptare devotshme e si një bij e denj e Kosovës. Për shkak të humanizmit të saj të jashtëzakonshëm e të kursyer në shërbimin të komunitetit Nëna Stan shpallët heroina e Kosovës. Ajo meriton kënderim dhe vlerësim që vjen prej shtetit, kishës dhe popullit të saj, sepse punoi pa u lodhur, e shërbeu pa u kursyer plot sakrifica për të mirën e shoqërisë. Ajo meriton edhe falënderimin e miknjohjen e secilit prej nesh, po njëkohësisht une u lutem të rinjve dhe të rijave të gjithë Kosovës që të ndjekin shembullin e bukur të mirësisë, humanizmit dhe mëshirës që karakterizon nënën Stanën. Punët e madhe nuk i bajnë të pushtetshmit e kësaj bote, punët e madhe të dashurisë dhe humanizmit i bëjnë njerëzit e zakonshëm, por me zemër e besim shumë të madh, aq të madh sa që ata e të i kalojnë vetën e tyre dhe vendin ku jetojnë e kontribojnë. Le të falenderojmë me zemër të lutjes nënën Stanën e komunitetit tonë të kohave tona. Faleminderit Nëna Stan, faleminderit nëna e UÇK-s,
faleminderit nana e luftës, faleminderit nana e lirisë, faleminderit nana e bukës, faleminderit nana jon, nana stan. Qofshin të dej, për mëshirën tuaj e qofshim të bekuar me dëshiren për të ndjekur shembolin tuaj. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit dhe në emrin të familjes son, dhe të jetë kjo sot një shemje njokjes e falënderimit, e respektit dhe nderimit për kontributin, për kushtimin dhe sakrificin tuaj për shtetin, atë dheun dhe për lirinë e shenjtë të Kosovës son. Zoti dhe shteti u shpërbleft. Amen. Falenderojmë Don Frokun dhe tani referuesi tjetër i radhës është i nderuari zoti Wilson Culaj, një shkrimtar ambicioz me energji pozitive dhe një pen e spikatur i cili po lë gjurmë të pashlyeshme në letrat shqipe përmes një stile të veçantë dhe një qasje të thellë teologjiko-filozofike në veprat e tija, ku me mjeshtri i lidh traditën me modernën. Pikrisht ky stil e bën atë një shkrimtar të suksesshëm dhe të vlerësuar në këtë shekull për gjatë të cilit po jetojmë. Pra, fjalën e ka i nderuari zoti Wilson Culaj. Faleminderit shumë, nuk dia meritoj. Mbasi unë kumtesën e kam 2 minuta gjysë, se kam ba prova në shtëpi. Do të bëj një parahyrje për me ju relaksu dhe juve dhe me marrë një mesazh. Këtu piveçoj 3 miq të mi, e Shasar Gjergjen, edhe ky është punëtor shkencor, një djalë që punon shumë për Stublën në Përrejtin, Lorenz Kryezeun, profesorin, që janë jo qysh fëmijë. Edhe Bekim Kelmendën e kam një mik me vete. Do ta tregoj një shëmbëltyr si këta prifta që e bojnë shpesh në gjatë pretkut. Kur Kristofor Kolombo e zbulon Amerikën, mas shumë kërkesave që e ban Elizabetës, mbretëreshës Spanjës, Elizabeta e organizon një darkë të veçantë. Edhe aty marrin pjesë kushtimisht 300-400 vetë, sikur që ju që keni ardhur këtu me nderu dëmfranën. Po edhe gjithmonë të zhvillimet ka dhe cinizëm, edhe disa nga bordi mbretëror, aty si më thonë, kastën mbretërore, i thojnë punë e lehtë është kjo. Kristofor Kolombo i thotë, jo, nuk ka qenë e lehtë. Kemi udhëtu 6 muaj në përdeti, dallë ka 15 metra, na kanë vdek marinartë, na kanë vdek udhëtarët, kështu, edhe zbesojnë. Në fund, ky zotnia me hek dilemën, thotë një shërbëtore aty një gruje, ma sjellën një vezë këtu, ja binë. Thotë, lene këtë vezë me nejnë tavolinë, thotë, pjo pranoj që ju keni drejtë. Smujnë se ja sferat tërheket. Ky ja thënë qytën tap edhe lënë vezën. Thotë edhe na kemi mujtë. Thotë ju keni mujtë, po s'keni ditë. Dallimi me mujtë edhe me ditë, edhe me pas vullnet, edhe me pas vizion, është shumë i madh të njerëzit. Shpesh herë të jeta njerëzore ose te historia ne flasim në kuzhinë ngrohtë aty nga stufës. Shenjë Rënimi, Azem Bejta, Pjetër Bogdani, Isa Boletini, Lysh Gorakuqi, pa pyet kur për dallët e jetës. 50 vjetë të jetës dënfranës janë të çuditshme, janë të lavdishme, janë motivuese që ky ka përjetu dashninë e mira njerëzve në çdo famulli që ka shku. Po unë më e mend dënfranën kur edhe me tytën e automatikut na ka mbaj katekizëm. Tash është koha gjellave të flokëve të bukura, është koha e unazave, koha e TikTokut. Ne na vjen prifta klasik, ma në men këtë punë. Derisa jemi klasik edhe mbajmë traditën jemi mirë. Momentin që postmoderne na vërbën, ne kemi mëra deliriumin e dështimit. Unë kumtesën e kam edhe një gjatë tjetër. Unë lekën e kam ndërmiq më të mirë në jetë. S'do të flas për lekën krejt pak. E di procesin e librit, kem fol me qindra herë, kem pi kafe, lekë qoftë ndera për punën që e ke bërë.
Unë e kam titullu kumtesën kështu: Vjatikumi jetësor i Dom Franës, i pasqyruar në librin Lekmëriajt. Dom Fran Sopi, frymëzues dhe shpërndarës i dashurisë hynore, botoi Dukagjini e tha Don Lushin Pej, kurse shtëpia botuese është Hieronimos, Shan Hieronimit, është profesor Dod Ndrecaj, i cili ka pas dëshirë marrë, por ishin rrethona tjera. Të nderuar banor të Binqës, Vitis, Thublës e Mëxher, ndjehemi të lumtur që sonte gjindemi në vendlindjen e Dom Fran Sopit, këtu në Binqë, për të promovuar librin dedikuar atij nga autori Lek Mriaj, fal bujarisë dhe angazhimit të famullijtarit tuaj Frok Zefi. Një famullijtar i mirë e shpëton një krahin, kështu mendoj. Pi përvoje po flas. Dom Frana, kudo që shërbeu, la gjurë me lule. Andaj edhe ka mbetur i gjallë në kujtesën e shumë njerëzve në mbar i peshvinë e Kosovës, sa i përket nënës tanë, bashkë me të dy djemët bitës saj, pjesëtar të UÇK-s, dua ta citoj nobelistin Aleksandr Solzhenitsyn, sa dia a shqiptoa mirë. Ai thotë kështu: ai njeri që e kujton të kaluaren, ju qarrof njoni sy. Zbërthane, çta. Por ai që harron të kalumen, ju qarrofshin të dy syt. Muj me thonë të ju vërbohen, po du kështu pak gegnisht. Na kur kujtojmë na dhem, kur harrojmë vrasim. Ai që e kujton të kaluar, ju qarrof njoni sy, për përsëris. Ai që harron të kalumen, ju qarrofshin të dy syt. Pra, nësët, edhe sa i përket kësaj vlere sublime, kombëtare, mendoj se ky është mesazhi më i bukur për nënën stan, edhe mesazhi më i bukur për ditët e sotshme. E pra na kemi ardhur me kujtu dhe jo me harru. Sa i përket vlerës librit të Lekës, ndoshta është dashur që më ti ta bëni analizë të thukt, por po shfrytëzoj pak minuta për të reflektuar pakës për librin. Hill Bofmans, një poet dhe teolog zvicran, nuk akon katolik, se na mendojmë se krejt bota katolik, edhe ka qenë poet, titulli është Lulet e fatit duhet t'i mbjellësh vet. As liria e Kosovës s'ka vet, as dia nuk vjen rastësisht, as virtyti s'vjen rastësisht. Ai thotë kështu: në jetë më mirë është 1% ndihmes se sa 99% keqardhje. Edhe në shkallë shohim një plak të zbrit shkallëve, e qalë, me karrocë edhe një vajzë e mban për dorë. Zbërthën e vetë. Me këtë dua të them se Lek Mriaj u tregua i zgjuar, kombëtar, fetar, inteligjent, vizionar, kur filloi të shkruaj këtë monografi për Dom Fran Sopin, sepse latinët e vjetër thoshin: çka nuk është në shkrime, nuk ekziston në këtë botë. Andaj, ndaj mendimin se Lek Mriaj teologjizon përmes këtij libri për Dom Franën. Qasja tij shkencore e studimore jep sinjalin se Leka ka formësim të thellë në kulturën e leximit e përthellimit, shqyrtimit kontemplativ, në kohë hapësirë dhe në fund nxjerrjen e substraktit të një lende studimore me subjekt një personalitet të teolog shumë të shquar Dom Fran Sopi. Në këtë libër rikapitulohet fati i individit, familjes, kombit e fesë. Rikapitulohet shërbesa fetare, humana shkencore. Rikapitulohet kultura, tradita, stoicizmi dhe vizioni, por edhe lufta e paqja dhe besa hynore. Ndërfutja tekstore e disa personazheve, si Dëm Drama, Otila Kremer, Nik Prela, Gaspar Gjini, Dom Nikol Mini, Mark Sopi i parë, edhe ky me i madhëreshmi i dyti, po janë moshanik, mosatar. Nikol Mazreku, Dom Mikel Tarabulluzi, Idris Seferi, e pasërojnë këtë monografi si qëndrim në krah titanësh të Dom Franës, do thoshte prap Newtoni. Newtoni ka thonë, unë jam bën njeri i madh, më kanë njohur bota vetë se kam hecën krah titanësh. Kur kemi shembullin para prak, rruga është e qelme, mendoj. Pasqyrimi kronik i sagës familjare të familjes Sopis, na shumë e zgjeruar me këtë pjesë Don Lushi tha, shërbesës meshtarake të Dom Franës
si në Prizren, Vishtazhin, Zllakoqan, Klin, që unë i kam 30 vjetë përvoj me ta, Tanin Pej, janë grinca atomike të shkallëve të ndryshme të dhuntisë së Dëmfranës, duke ngreu mesazhin se religioni nuk ekziston i vetmuar. S'ka religion vetmuar, njerëz vetmuar po. Mos ju përzina profesion, por si dialog, prift, besimtar, doktrin dhe anasjelltas. Andaj, qëndron aktual mendimi i Papa Benedikti XVI, se teologjia e misionit është teologji e ekzistencës, si relacion dhe relacioni si mënyrë apo mjet i unifikimit njerëzve. Sot nuk do të ishim bashk pa dëmrokun, pa lekën, pa qëllimin. Këtë Dëmfrana e ka arritur për 50 vjetë shërbes me shtarake, falë edhe optikës studimore të Lekmëriajt, i cili ndërdishëm na ofron mesazhin e lartësekur nga Papa Benedikti XVI. Dëmfrana nuk ka nevojë për monumentet bronzit. Këtë monument e ka sjell në Binj, pra monumentin libër, që na bën të lirë, kur e lexojmë dhe e kujtojmë më mirë dhe më thellë Dëmfranën. Dhe nëse dikur filozofi ekzistencial shprehej, mos më keq kuptoni, jak shket metafora tjetër, laviret rritën në hijen e virgjëreshave, pa hezitim mund të konkludoj se ju të gjithë janë të lindur për librin, për fjalën, për besën, për luftën, për paqen, për harmoninë dhe për lirinë. Leka dhe nëna stan kanë kryer misionin e tyre me plot dinitet intelektual e kombëtar. Lumturia ju takon të lumturve, thoshte dikur Toma Akuini. Unë e kam lexuar një 2 herë. Në librin e tij Summa Theologica, në titullin e ka Mbi njeriun, sfidën më të madhe të egoizmit njerëzor. Më ruaj Zot nga derat që shkojnë mbas kumbonës së qengjit. Ju duket shumë filozofike. Me përzi racioni do të më shku të mjeku. Kështu që Don Rock, të falenderoj shumë, Lek të falenderoj shumë, gjithë ju falenderoj shumë. Urime Lek për këtë dhuratë bukur që na solle, shëndet e gëzime për Dëmfranën që unë e du, qysh se kam qenë fëmijë 12 vjeçar. Respekt për Binjën edhe për këtë organizim mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Falenderojmë shumë zotin Wilson Culaj. Dhe tani, për një fjalë rasti, ftojmë zotin Ismet Sulejmani, zavendës komandant i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, zona operative e Karadokut. Zoti Ismet Sulejmani. I nderuar Dom Froksefi, të nderuar priftërin Dom Lush Gjergji, njëri nga simbolet e pajtimit gjaqeve në Kosovë. I nderuar Dom Fran Sopi, i nderuar Nor Viktor Sopi, shumë e dashura në Nastan. Të nderuar bashkëluftar, djemë të nën Stanës, Filip, Fatmir e Viktor dhe familje e gjerë e nën Stanës, vajza e djemë, Nipa e Mbesa, motra e vëllezër dhe Farefis nga Peshteri e Brusi. Të nderuar bashkëluftar, komandant të pikave të mramorit të Vërbicës, të korridorit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Eyüp Gashi, Mola dhe Naser Ahmeti Celi, të nderuar delegacion i shoqatës të organizatës të luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës, kryetar dhe antar të kryesisë të vitis, të nderuar të pranishëm, besimtar e besimtarët të kishës shqiptare katolike të Binjës. Në jetën time kam dëgjuar shumë për kishën shqiptare katolike,
por ajo për cilën më së shumti më kanë folur e për cilën kam propaganduar edhe unë në aktivitetin tim ilegal, patriotik dhe adhëtar në lëvizjen popullore të Kosovës, edhe gjatë luftës së Shoqërisë Shqiptare të Kosovës, është kjo kisha e famshme e Binqës, me këto tabla të mëdha të pikturave liridashëse e autentike shqiptare. Në këtë rast, u dërgoj një përshëndetje ushtarake komandantit të Arbrit, Gjergjit të lavdishëm, Gjergj Kastriot Skënderbeut, luftetarit e misionarit historik shqiptar, Pjetër Bogdanit, martirëve shqiptar të Karadakut, të kohës së luftës e rezistencës mbi njerëzore anti-osmane, mbledhësit folklorit, arkeologut dhe publicistit, njohësit kanunit Lek Dugagjinit, pa përsërismit Stjefen Gjeqovit, dhe krejt në fund, nënës tonë të madhe Nën Terezës, e cila presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton, ja kërkoi ndërhyrjen ushtarake për shpëtimin e popullit shqiptar dhe shtirimin e Kosovës nga zgjedhja e Serbisë pushtuese. Jam shumë i lumtur e të daruaj si gjën më të shtrejtë tjetës time, që sot nga tribuna e kishës shumë të dashur për mua e për shumë adhëtar, patriot e luftetar të denj shqiptar, t'i drejtohem auditorit të nderuar në fjalën time për Nën Stana Gashin dhe kontributin e saj në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Të nderuar të pranishëm, nëna shqiptare katolike, Stan Pjetër Gashi, njëra prej nënave të mëdha të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pas publikimit të shkrimit në kështirin tim në Facebook dhe botimit në gazetën më të guzimshme shqiptare Epoka e Re, me 8 shtator 2024, e deri te dekorimi solemn nga presidentja e Kosovës me medaljen presidenciale Shën Tereza, me 18 shkurt 2025, përfundimisht është bërë njohur për gjitha shtresat e popullit shqiptar, njihet në të gjitha anët e atë dheut dhe admiron i tërë kombi ynë liridashës e paqedashës. Nën Stana Gashi, sigur në legjendat e famshme shqiptare, jo vetëm është bërë njohur dhe ka pushtuar çdo familje heroike, historike, origjinale shqiptare, por është bërë pjesë ndritur, logjike dhe epike e luftës titanike të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe është sistemuar e është ngulitur thellë të secili pjesëtar koshient e vigjilent i kombit ton, për të ecur vertikalisht e për të mposhtur të gjitha pengesat që ne kishin ngritur dikur armiqt, pushtues dhe për të triumfuar e për të jetuar të lirë dhe të pavarur e në akord të plot me botën e qytetëruar dhe moderne euroatlantike. Është hequr plurja rresës mbi personazhin mitik të nënës së UÇK-s, bukdhënësës historike të ushtarëve të saj, atyre që pas bukës së bekuar të ngrënë të nëna e tyre shqiptare katolike, luftonin heroikisht dhe derdhin gjakun në betejat për jeta vdekje me gjakpirësit e kriminalet serb. Sot, Nën Stana, djemtë e luftës që i ka ushqyer me duart e saj, ndriçojnë në varrezat e heronjve dhe dëshmorëve të kombit. Nën Stana Gashi është nënë e madhe origjinale shqiptare. E veçanta e madhe është Nën Stana është nëna shqiptare katolike e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nën Stana është nëna Terezë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Duke qenë se Nën Stana përfundimisht i ka shpartalluar të gjitha blokadat dhe tashme është ngjitur në lartësitë e duhura e të merituara të nderimit absolut, jo vetëm nga ushtria shqiptare e Kosovës, por edhe nga institucionet e Kosovës, propozoj që Nën Stana të nderohet e të dekorohet edhe nga katedralja Nëna Terezë e Kosovës në Prishtinë, por edhe të nderohet me mirënjohje nga Selia e Shejt e Vatikanit dhe pse jo edhe direkt nga Ati i Shejt, sepse
sepse përpos nderimit të nënës tonë të dashur, të nderuar dhe shtrejt, ston Pjetër Gashit, nderohet dhe rritet prestigji edhe më shumë i të famshmës ushtria shërimtare e Kosovës. Sa më shumë të nderohet nën Stana Gashi, kjo nën heroinë e gjallë, aq më shumë dëshmojmë se ushtria shërimtare e Kosovës ishte e futur thellë në popull dhe se rënjët i kishte në vlerat e lashta që nga koha e Skënderbeut atje kurdoherë e atëherë kur etrit tanë ishin të rështuar për vlerave europiane dhe amerikane. Faleminderit për organizimin e këtij eventi të madh kombëtar, i nderuar i familjar i kishës Binqës Dom Frokzefi. Jetë gjatë e të lumtur nënës së Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, nën Stana Gashi. Falenderojmë shumë zotin Ismet Sulejmani për fjalë që na i drejtoi. E tani erdhi radha të nderuarit zotit Lek Mriaj, autorit të veprës mbi shërbesën e Dëmfran Sopit. Më lejoni që të ndaj me ju edhe disa fjalë plot respekt për të. Lek Mriaj është një shkrimtar me një krijimtari të pasur letrare. Ai është një nga shkrimtarët më të shquar të kësaj kohe. Është i njohur për monografitë e tij, për poezitë, eset, kritikat, publicistikën, hulumtimet dhe artikujt e shumt në gazetari. Ai ka një larmi të pasur shkrimesh, të cilat kanë ndikuar dukshëm në letërsinë dhe në kulturën tonë shqiptare. Ndër vite ai ka botuar shumë kritika, poezi, ese, shkrime gazetareske nëpër mediat e shkruara prestigjioze ditore, të tilla si Bota Sot, Kosova Sot, Express, Epoka e Re, Zemra Shqiptare, Vatikan News, Nacional, Fjala, Revista Mirdita, Revista Drita, Gazetat Franceskane Kroate e të tjera. Ka marrë pjesë gjithashtu nëpër aktivitete shkencore në Shqipëri dhe në Kosovë, ku ka referuar mbi tema të ndryshme. Pra, e flasim ta merr fjalën zoti Lek Mriaj. Faleminderit moderator, fort i dashur monsinjorin doktor Dosiergji, të nderuar panelist dhe referues, i dashur Dom Frokzefi në kuqiri këtij takimi, i dashur Dëmfran, familja Sopi dhe nën Stana Gashi, ish komandant të UÇK-s, veteran të UÇK-s, të pranishëm të çmuar miq dhe dashamirë të librit dhe të fjalës së shkruar. Me lejoni që sot në këtë temë për të shenjtë të shnanot të ndaj me ju dy fjalë në këtë promovim të librit tim, kushtuar një figurë të shtuar të kishës dhe kombit tonë Dëmfran Sopit. Sot më shumë se kurrë, ndjej se historia nuk është thjesht një rrethim për të kaluarën, por një dritë që ndriçon të tashmen dhe na udhëzon drejt së ardhmes. Ciceroni në mençorinë e tij të dashur na mëson se historia është drejtëtarja e kohërave, drita e së vërtetës, jeta e kujtesës, mësuesja e jetës, lajmëtarja e së kaluarës. Dhe pikërisht ky libër im i dedikuar Dëmfran Sopit është një përpjekje modeste për të ruajtur historikun e një jete të shenjtruar në shërbim të Zotit, të njerëzve dhe të ardhëut. Dëmfrani ynë, i cili ka dalë nga gjiri i martirëve të Karadakut e famillisë suaj, dhe për më shumë se 50 vjet ka qenë pjesë e familje Dukdrinas të Dugaxhinit, nuk ishte dhe nuk është thjesht një meshtar, ai ishte dhe mbetet për ne dhe për dioqezën tonë një pres shpirtnor, një njeri i guximshëm, një ndriços dhe frymëzues shpirtnash, një figurë që la pas gjurë të pashtyeshme në jetën e shumë njerëzve. Për kontributin e tij të çmuar në ndërmjetësimin e faljeve të gjashtë dhe pajtimin e ngatresa, ai u nderua nga presidenti i Republikës së Kosovës me dekoratën Anton Qeta. Të dashur të pranishëm, përmes këtij libri tim kam dashur që vepra dhe përkushtimi i tij të mos mbetet vetëm në kujtimet e atyre që patën fatin ta njohin, por të jetojnë ndër breza si një frymëzim dhe testament i gjallë i dashurisë së tij për njeriu dhe të vërtetën. Sot në këtë promovim libri nuk mund të mos shpreh mirënjohjen time të përzemërt
për të gjithë ju të pranishëm, redaktorëve, recenzenëve, korrektuesve, përkthyesves, panelistëve, referuesve, moderatorit të këtij promovimi, të cilit me fjalën dhe analizat e tyre pasuruan këtë ngjarje duke na dhënë një vështrim të thellë mbi jetën dhe veprën e Dom Francopit. Mirënjohje të veçantë etën për Dom Zefin në kuqirën e këtij eventi, i cili me bujarin dhe për kushtimin e tij ka organizuar dhe pritur këtë takim kaq domethënës. Të gjithë të pranishëve që me dashurinë dhe respektin tuaj për figurën Dom Franit dhe për punën time me bëni të ndjej se kjo përpjekje nuk ka qenë kot. Ky libër nuk është vetëm një botim, por një amanet shpirtëror, një detyrim moral ndaj një njeriu që veproi dhe vjen të veprojë me përkushtim me sakrificë për shembullet e tij të pavdekshëm. Nëse fjala e shkruar mund të shërbejë si një urë mes brezave, atëherë uroj që ky libër të jetë një fener drite për të gjithë ata që duan të kuptojnë më mirë rrugtimin shpirtëror patriotik të Dom Francopit. Më në fund, me lejoni ta shfrytëzoj rastin të uroj shëndet dhe çdo të mirë në Stana Gashi, e cila e ktheu shtëpinë e vet në stret të UÇK-s dhe njëkohësisht i angazhoi 3 djemt të saj në luftën për lirinë e Kosovës. Për këtë sakrificë dhe për kushtim, ajo u ndërua edhe me dekoratën Nën Tereza. Së fundi ju falenderoj nga zemra për praninë tuaj dhe për vëmendjen dhe mbështetjen tuaj të çmuar. Zoti ju bekoft, falënderit shumë. Falenderojmë Zotrin Mriaj dhe tashmë kemi nderin të ftojmë të nderuarin Dom Francopi. Ëmbëlsira për në fund, pasi që aja është një ëmbëlsirë shpirtërore për të gjithë ne. E ftojmë që të ndojmë në mbresat, përjetimet dhe emocionet e tia, duke qenë edhe protagonisti kryesor i këtij aktiviteti plot emocione. Pra fjala për Dom Francopi. Unë do ta përdori atë shprehjen e bukur të cilën nuk ka shly kurfar ideologjia, kurfar dalge rënuse që kem përshëndet njëri tjetrin të dashur vëllezër dhe motra. Pastaj do ta përshëndes vllahun tim, Monsignor Doktor Lozgjergji, familitarin tonë të dashur Don Zefi, drejtorin e Caritasit tonë, Don Vitar Sopi, autorin e palodhshëm, i cili si një blet ka punu notë e ditë të del në letër vlera dhe virtyti i dashurisë besimtarëve të Lugi Drinit ndaj Zotit dhe ndaj kishës Zojës Këshillit të Mirë, e cila është pajtoria kombëtare popullit tonë. Duhen mënyrën retroaktive miri për sritën e kujtesën time të cilat janë si hija korpi që shmë e përcjell njeriu, ashtu dhe janë aktive në ndërgjegjen time, në dijen dhe vedijen time. Kisha të cilën e ka shtyp autori Deka, i ka pas ato ngritje dhe zbritje shumë të vështira, çuditshme dhe të pakuptueshme. 74-ën ishte bloku truni intelektualëve tanë dhe për ta treguar atë, mos ta përdori një shprehje, për përdori një termin, atërshitjen, ju organizuan me buldozera dhe gjetën atë egërsien renuse dhe shkatërruse dhe rënun kishën të cilën e kishte filluar driti pa shpirti Don Tun Glasnovici dhe vllav i nderurit ton
doktor Lucerqe dërnua e Qerqe. Ishe një Renault, ishe një plag, ishe një fotografi e cëla tërshin edhe lot që i kom pa fëmit të kalue për skejt asaj dhe ma pa fajsin fëminore. Tërshin dhe lot. Në këto rëthona dhe në këto vështërsina, i peshe me caktoj dhe me mnoj familitar të parë në familjen e Klimës. Realisht po thonë, as po du me dramatizu, po ishte një ledin, s'kishim kur par objekt. Që këtu kemi tushin, që kemi thanë një burë shumë i fuqishëm, Zef Mara, kur me 17 maj 1988 fillum me ndërtue kishën afër Drenicës në Dobërdolin e Buku. Na Dobërdol ku Marie Shlaku e dërgum nga Ministri i Arsimit Ernest Kuliqe me profesorin Gjon Farobin e Kol dhe me Don Pjetër Berishën e majtën fshatin në njën e këti njeri Zef Malës, në njën e tina Kovendin e Dobërdol. Aty ishte ju histerion që i merni, e këto ishte edhe i merë Berisha, Maria Shlaku, si e përdor këtë shpreket bukur patër gjërfisa të cilin e nëveri ka që jegër, ka që brutal, ka që i papërgjetëshëm. Shko edhe njëri gjekën, patër gjërfisës edhe janë zerë eshnat, edhe sot e kësoj dite nuk dim ku janë eshnat e këti njëri ka që madhë Franciskoni tonë. Dhe ajo, në procesin të cilën u zhvilluan e prizëren, në qofë se historian e shprekin ashta na i datë pasakt kërkoj falje, me 25, 26, në ndorë, 47 në zhvillu procesi i prizëren. Dhe në këtë proces, është pushkatue Pater Bernaglupi, Marie Shlaku, Kol Perubi dhe Qesh Martini, edhe mërni me men, na kemi jetu, unë jëmë pak maj vjetës ju të rritë, kemi jetu në një ideologi bashkim vllaznim. E sot e kësoj dite nuk dimas eshnat e kësaj trimneshe, kësaj figure, kas gudzimtare. Ku janë vorros, ka barbarizmi i komunizmit atëhersh. Ne duhet ngritmi, ne duhet aktivizohemi, pe ka përcej këtë ide se arroa me përshëndet në nësan dhe ushtri, jo pa dashi po, pe përshëndes në nëstan. Dhe unë menoj që gjitha nana tona shqiptare jënë bërthama, thelbi që na i kanë ru gjitha vlerat kulturore, shkencore, morale, adhatëtare. Ziqka ushtu në mrena psikologjisë tonë, ku po gjojmë na fort edhe qojmë dorë nana tona të cilat na kanë rujt me pika gjakë gjunë. E sot na qomi i mysim lule tona që na kanë rujt dritën e dashurisë, me dash Zotin, me dash njën i tjetrin dhe me dash them. Kush është tje motivu këtë lëshim dhe këtë gabim ka trandet shqirë? Kemi përgjëtësit të madhe me nalë sa ma parë. Se unë besoj që Marie Shlaku, Pater Gjeshfishta, Pater Lorenz Mazëreku të cilën 43 në pej e kanë pushkatue Partia Komuniste në Rastovic afër Deçan. Në 1929 e kanë vra Pater Shtefan Gjeqovi. To stërpika gjaki që jënë nuk kanë me kënë qilë, kanë me të regu drejtësi, ta largojmë urrejtjen dhe ta duhëm njën e tjetrin
si që në kanë mësu këta njerës në cëllët unë i ceka. Dhe në fund po e thëmë, pas 74 s'kaj drame që orëgju, me 6 qësorë në 99-ën, fillum kishën, që të kishë këto që i peshqip një jo, jam unë të rejë, që kjo kishë, është në klejë. Dhe, patrona mikrofonit, ma prunë një letër me ndalu kishën, se je bajsi nacionalizmi, identizmi, separatizmi krytë kishë e katolike të Francovë. Me 6 qërësorë, se më të folandra, pralla, se më të for iluzione, është fakt. Dhe, kur kom marrë, jënë kanën burrat e Luki Trin për i cekin, Nikol Tanushi, Qezi, Kaludra që e kanë Benitën, besoj që e kine edit. Ata e në kanë të punu. Policia dhe ana ishin mesin tyre. Pre me e kërkojshim me ndalu. Unë isha mes flakës dhe zjarë. Këta më thoshin na nuk e nalë. Dhe aty rrethi kom pas një 5-60 fëmijë. Mosha 15-20 vjetë me gurë ndohë. Në këtë situatë psikologjike, të rrethonat shtira, mitë më thoshin, largohë zotni se kena me ndërtu kishën. Dhe unë i thash jo. Kër i këmë thonë jo, ka njësë me qajtë dhe beson i vlazën se 5 gjatë i pak, po jom t'ju thonë të vërteta, që i kanë përjetu, jonë gjallë, në gjakin kujtesën time, që të dur që i pishini jonë konë të lagme me lotë të fmive. Ky ka qenën piklimi dhe trishtimi maj madhi jetës time. Se të kisha thonë në gjuni me gorë, sot ishin vrana 50 vjetë. Rezike na du të me nalë, deri në momentin e fundi. E ky rezik është kanë shumë i ranë luktrini. Dhe pas gjitha këto momente që ju thash, po ju thomë më barim, kisha në luktrinit është një ndërtejë, është një figure, e cila simbolizon dashurin adhetare dhe dashurin ndaj Zotit. Dhe kjo kish, në këto etapa, në do hapa, është kryuje me nimën e Zotit, Zojë shilit mirë, dhe me shumë e shumë burra, të cilë do njën përjetësi, do janë gjallë, me sakrificin dhe mendimin e tyre. Prandej, nga thellësia e mendjes time, nga mendimi im i qartë, nga shpirti im, ju falenderoj gjithë dhe mos mi përcek për hirtë kokë, jo që s'po du, që kina ardhë ju nga Luki Drini, i dashur, nga ju besimtar dhe adhetar të familjes tonë, Bicës, promovimin e këtij libri. E këtë liber nuk është vetëm një promovim i kësaj libri, po kjo liber del dhe rezaton, shkelqen nga shpirti pastër i Valltim Blek Mrijës që ka punu notë e ditë. Dhe e ka shkrue nga shpirti. Ajo që ka del dhe linë për shpirtit shkelcen për erë si yli polar. Zotit që përblef. Po një kuksisht edhe du me përshëndet vllaun tim Don Froku, i cili merret me historinë e vërtetë, me historinë e vlerave të sakta të popullit tonë. Dhe është një punëtor, një meshtar i zelshëm, i cili ndez dritën në ndërgjegjen e popullit tonë dhe organizon
bashkomi dhe të ndërtojmë Kosovën tonë dashur, t'jenë një lule, si që thanë shejtja nona Tereze, t'jenë një lule, si që shpalli, Patër Luj shpallin Papa Francesku me 16 vitit kalu, me 11 martir, si që shpalli Don John Gazulin Papa martir kur Leka i madhe në shkrujti me kanë Republika 5 e Federatës Mbretënisë Sërbe. A i kundërshtaj Leka ja qëtë lakin fyte dhe vëjtë. Ti harrojmë këtu dhe të organizojmë punën se nuk jemi jetima. I vetëmi popull që e ka mbrojse para Zotit edhe para ndërgjezës tonë, jemi populli shqiptar, nanën e Krishtit dhe nanën tonë. Mos ta largojmë as menën, as shpirtin, as vullnetin tonë nga nana që kur s'kemi nana jemi jetima, të jetimi është po gjithmonë e përqela aja dhimbja dhe aja kriza që jom rrit panon. E panon rritmi kur kemi urrejtje të një. Kur urrejmë dhe ja muntojmë zezën njën i tjetër. Po na du të afrojmë dhe të ndërtojmë, të organizojmë jetën me dashuri, ata do tjetë Kosova jonë e dashër dhe ne do t'jemi lule, si që ka qenë nona Tereza rëndit si lule me fitu jetën e pasoshme. Faleminderit për të resë, rënosi sa mo. Falenderojmë Don Franën për të fjalë të bukura dhe ftojmë të qëndroj këtu me ne, pasi që tani do të dekorojmë me certifikatën e mirënjohjes, me letrën falenderuese dhe plakatën dekoruese nga famulletari Frogzefi. Na ka nderu sot me praninë e saj këtu, nëna heroin e Kosovës, Nona Star. Falenderojmë Nonën Stan.
Ishte vetëm 21 vjeçar kur e dëgjoi zërin e Adheut dhe ju bashkua flokës e luftës për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Sot Kosova është e lirë edhe falë sakrificës së tij. Ai ishte ushtar i UÇK-s, ishte dhe vëllai ynë, bashkëvendasi ynë, besimtari dhe shembulli ynë i frymëzimit dhe guximit. Zoti Josip Files, që është sot këtu me ne, Don Lush Gjergji, si gjithmonë, ai mbetet i pazavencueshëm, i palodhur dhe gjithmonë i përgatitur për çdo thirrje që e përmbush me vullnet të mirë dhe me frymë bashkëpunimi. Famullia e Binqës dhe të gjithë ne i themi faleminderit. Përshëndetje për të gjithë, përshëndetje edhe për botuesin e librit. Ne si organizatë dalje nga lufta, Jusipin e kena bashkë luftëtar këtu, edhe kemi dashur me shpërblim me një mirënjohje për kontributin e ka dhënë gjatë luftës në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. I nderuari Don Viktor, një ligjërues i jashtëzakonshëm, një folës dhe bashkëpunëtor i çmuar me kontribut të vlerësueshëm, qoftë si meshtar e qoftë si drejtues i Caritas Kosova, i dalluar e i vlerësuar si në shkencë ashtu edhe në predikimet e tij. Don Viktor Sopi. Vetëm një fjali, sa më afër njëri tjetrit, na duket bota më e mirë. Prandaj kjo mirësi gjithë ne, qoftë reflektim për një meditim, që jeta ka kuptim kur është në shërbim të atij që e kemi afër. Ju përgëzoj gjithëve për prezencën e juaj, posaçë falenderoj famullitarin Don Frok Zefi Sopi për këtë organizim që e bën në nder të përkushtimit edhe të nënës tanë, për të cilën është ndëgjuar dhe kam qenë prezent kur presidentja e ka dekorue me dekorimin e Shenon Treza si heroin e Kosovës, ka qenë në shërbim. Në shërbim ka qenë edhe Don Frana me dekada tëra, po thuja se në vazhdimësi të gjyshve, stërgjyshve, babës, qëfare i ka pas si shkollë, si duhet shërbet në emën të Zotit për të mirën e kombit. Faleminderit, Don Frok.
Zhvasim zotin Wilson Culaj për dekorim. Një lajk I pazavendësueshëm në fushën e letërsisë, shkencës dhe kulturës. Zoti Wilson Culaj. Edhe pak, edhe 30 vjetë. Mirë, rrugës. Thojnë dhuratën nuk I refuzon as të breti. E tash unë ka marrë çmime në letërsi shpesh, s'ky kallzoj gjeografi. Po është shumë e këndshme për mua se është protektere, mbrojtja shpirtërore Zoti Lek Mriaj, autori I librit dhe shkaktari që na I ka bëtë mundshme këtë takim sot. Falenderojmë shumë për kontributin. Shumë I dashur Nue Gega, Kisha Katolike Shqiptare e Kosovës, Zoti dhe populli shqiptar, të janë përjetësisht me pjas për rikthimin e vendindje. Shumë falenderit, dashur Don Frok. Dhe ashtu si çdo gjëje, I vjen fundi edhe këtij aktiviteti plot emocione, po I afrohet fundi, por jo edhe mbrëmjes tonë. Pra, besimtarët e famuljes kanë përgatitur ushqim dhe pije për të gjithë ne këto të pranishëm që jemi sot. Pra ju ftojmë që të qëndroni me ne dhe të bashkëndajmë momente edhe pas këtij takimi të përbashkëta. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj, për kohën që keni gjetë. Ftoj pra të gjitha aktorët e mbrëmjes që të bëjmë një foto të përbashkët. Përgëzoj taki mund të bëjmë. A morën vesh, në fronë, shka ma poshtë, dhe me fiesta se nga fajtë. Bashka gjyri në shumë okej. Okej, po në një